Pa. Sa e mirë. Edhe kjo duke shumë. Da, bët, 1 minutë. Sa ta edhe këtë. Jemi. Arba fare. Hajde fillojmë. Po. Ata nisun? A e keni parë atë trendin në TikTok që thot my top 5 horror movies edhe vën gjëra që për shembull janë unë e bëra për vete dhe kam shkruar për shembull kur ai flen gjumë para teje. Është e tmerrshme. Kush është ai? Është horror, është Ai veta e tretë, numri 1 jes gjinia maskullore. Po mirë, ja, Nuk e di kam shumë kohë, nuk e di si mund ta mendoj A e ti fjalën kur je me të duke vjetur apo thjesht kur E zëm jetoni bashkë ose edhe kur flisni me mesazhe, ato e zë gjumë para teje. I'm just a baby. Jo, it's not just a baby. Just a baby. He not just a baby. Po janë si fliet, ai është lot gjithë ditën do vi do flej. Po pse është ky problemi im? Po qa tripa gjumaj? Po, derisa të fleun. Të mërshme kjo që të them. Kur dilni, dhe ai të pyet çfarë do porosis. Ose ku do ikim? Duhet ta gjej vendin. Hajde të shkosh deri te çfarë do porosisim, po ku do ikim një herë? Ka dal kjo tani, ka dal kjo gjëja që bëjnë se ju di, ka dal kjo gjëja që thon gjeje ku do hikem. Edhe ku të çojnë? Siç e bën pra në TikTok që gjeje ku do hikem dhe ti je excited dhe thua për shembull, do ikim te ai vendi që kam unë shumë qef? Po, thot ai nuk e ka pas mendje fare. Ai e ka për gjeje ta gjesh ti. Po. Një tjetër që kam vënë unë. Po prit, edhe kjo e Kristi çfarë do porosisim. Do të thënë, ti je i dashurim dhe nuk e di se çam pëlqen mua, çam hahet mua. Po ndoshta se din ai se të po të njeh. Pa mjef. Po, ndoshta e njohje Më ti. surprizo. Tregoni ta is. nga Do se unë të kam thënë në një moment kot se ha peshkun, mbaje mend që unë nuk e ha Po, në fakt edhe peshkun. unë tu jam dakord me ty që duhet detajist, majmë çdo detaj për Është pak ndryshe, për shembull, unë 3 gjëra ha gjithsej, e kupton? Një nga ato 3 gjërat që ha unë do ha, me kupton? Pa, e drejt. E di kush është my top 1 horror movie? Cili? Meshkujt. E kemi vënë re. Besimit e meshkujt. Oh, edhe ai është. Kur të thyet besimi një herë. Kush çaj keni dhënë ne më sot? Po ma çka ke bëj? Ude me bravo. Nuk e di më vjen me qesh, vetë Jo, mi jo s'ka lidhje, thjesht. Bravo, kështu, Ema. nga Opa. Kurse kaos. një nga frikrat e mia më Ta të kisha mëdha. marrua ato që po thoja, A, pa do ma mos ndërprer besimi dhe thyrja e besimi. Nuk është thyrja e besimi, ti është dëgjoj shumë gjëra gjatë ditës, shumë histori dhe sa po filloj njoh një mashkull them prit. Film rock. Step back. Duhet shumë të ma vërtetosh që të besoj. Vazhdo Kristën, çfarë po thoje? Se sot është kaos. Unë do vendose të parën nëse ai të thot jo. Se e njeh ai fjalën jo? Jo, Kur të thot nuk jo. do ta njoh. Të thotë Po, jo. jo vetëm ai, edhe në përgjithësi prindrit kur je e vogël ose shoqëria E më di- vonë. e di Pra çfarë thjesht fjala jo, kur të thon jo. E di çfarë është toxic traiti im? Që kur më thon jo, unë mendoj, jam aq deluzionale sa mendoj që thjesht kanë thënë jo që të ma bëjnë dhurat pastaj. Aha. Ndërsa unë për shembull kam shumë horror movie është kjo pjesa që ai është nonchalant, nuk flet, domethënë është shumë tip po ti ta them, tip kota, kupto. Nonchalant jema, po. Flet. Edhe mua bezdi se unë jam person që flas, bëj batuta dhe duhet që të jetë ai. Pa nuk tip mendon ti që energjik. dy të kundërta tërhiqen, më falni për zërin. Po mirë, unë të flas si papagall gjithë ditën, ai të rrit në gjoj. Tani po të flisit të dy do merreni vesh. Është Tjetë edhe problem. pak ai tip gazmor, kështu që të më Pak i hedhur. bëj pak më po, t'jeti çik sportiv, t'jeti çik batutaxhi, jo kot të rri aty si nuk e Serioz? bukur, po. Më duket devijuam pak nga tema. Se kemi që çfarë që po bëjmë një listë të mashkullit perfekt. Por që tema ishte gjërat që kemi më shumë frikë. Po, lidhet një gjë me tjetër që kam meshkull. frikë, një gjë tjetër që kam frikë është të shëndoshem. Edhe unë. E kam fobia ime më e madhe. Unë kam frikë të dobësohem. Edhe unë kam frikë, jemi ndarë me parë. Jemi ndar. Unë për shembull ruhem shumë sot jo për shembull, po në të vazhdim jam ruajtur për se të ti e din që mundohem shumë të ha shëndetshëm, por jam një nepsqare shumë e madhe. Nuk e di, më ha çdo gjë. Çdo ushqim, po të mashtrosh përpara e mbaroj deri në fund. E di qa kam tjetër unë. Nuk e di e sa tash në listë, po duhet jetë diku aty në fillim. Se vdes. Më fal që të ndërpres, po janë shumë mira për zotin. Janë këto Kristalli po patatet me përballon këto frikat e salsë veta. dhe me Okej. parmigiano, janë shumë Një nga ato në top list është plakja. Për shembull, unë bëra 25 vjeç, më duket vetë akoma 20. Po nuk e di si mund të jetë si ndjesi që të plakesh ose
trembem kur mendoj që mund të jem 50, 60. Edhe që të pret. Edhe ideja që prindrit po plaken, më frikson më shumë. Shko, nuk do ta shumë qesh. serioze. Por realisht unë nuk e di për ju, se do ta them këtë edhe ndoshta do qeshni, po unë për shembull kur jam e mërzitur, që të qaj më shumë, mendoj skenare sikur po më vdek vdes një afër, edhe filloj dhe qaj më keq. Edhe është diçka, nuk e di. E për shembull, mendon skenare në kokë, edhe thu, mos u mërzit se mund ndodhi edhe kjo gjëja, kupton që ta ushqesh veten me shpresë që Domethënë është keq, po ka edhe mund të ishte edhe më keq. Unë çaj për një budallik, po mendoj pastaj po sikur të më ndodhi një gjë tjetër më e madhe dhe them si do e përballoj, kështu që rri mos qaj për diçka budallik të vogël. Nuk e di a ju ndodh ju. Pra tema ishte 5. Mendojmë shpesh për vdekjen e njerëzve. Po ose E di çfarë është një se absolutisht kaluam në film horror për jetën Hajde, time. Klea. Flokët e mia të shkurtra. Bjonde. Ajo është ëndër e paralyzueshme. Flokët Ja, e mia të ja, mos shkurtra thoj kafe. kështu. Tani ke mirë, po ti Bjonde je ndryshe, ti e Klea Bjonde. Me Mund flokë të t'jesh shkurtra ndryshe. kafe dukem sikur do shkoja për ty. Jo për të dashurin tim që do flinte gjumë para meje. Ishte ofendim? Jo, E keni vënë që ne flasim gjithmonë për gjëra hipotetike, për të dashurin tim, ai. e manifestoj mo zemër. Ai kuptoj. Po prit se një problem tjetër që kam. Ja thua universit që mos jetë, domethënë ai film, ky film i horror bëhet i vërtet. Një gjë tjetër për shembull është që të mos kem lek. My top 5 horror movies. Absolutisht shumë. Si mund të dali nga goja jote një Georgina mos kem lek? Jo, momentalisht nuk është se kam, por edhe sikur Po të kish. po të kisha, për shembull Po do të të kishim kishim lek. Po të kishim të dashur. Po të kishim kisha. flok. Jo, këtë me lekët se kam e thënë. Për shembull, kam frikë, jo se s'është kam frikë mos ngel pa lek. Tash nuk është se ngelim pa lek, po thjesht është ajo ideja që mos të jetosh një jetë mirë, të bësh shopping, sa të duash. Më kujtove këtë, një frikë tjetër që kam unë është që kur të jem për shembull 40-50, të jem një nga këto gratë e pak nashura me jetën. Nga këto gratë që vetëm ankohen, nuk janë Një të nashura me jetën, Si ato që na me komentojnë veten, ne. me burrin. Po, fiks ato Që na rrin në komentojnë. shtëpi edhe lajm vesh Po, rroba. rrin në shtëpi, po mirë se rrobat mirë bëjnë që i lajm. Po, jo, thjesht Në sensin janë të pak nashura dhe un kam shumë frikë që nëse shkoj në atë moshë, të mos ndihem e kompletuar me veten, me familjen, me burrin, me fëmijët, me jetën, edhe vetëm të kem ankesa, Po shumë e frikshme. o zot falem se nuk dua të ndjer nga goja, të shkosh në atë moshë, të mos kesh as këto të fundit që përmendet ti. mos kesh fëmijë as burr. Po mirë, shiko se lumturia është pak relative për çdo njeri. Jo, Për unë dikë është personalisht nuk familja, e shoh për dikë lumturinë tjetër ashtu. mund të jetë Po udhtoj ti e botën. kemi bërë një herë sezonin e flasim- kaluar këtë episod. apo flasim për E kemi toksik bërë e një herë. vërtet. Okej, Sana, është shumë e vërtetë. Unë njoh njerëz që janë 50 vjeçë dhe janë shumë të lumtur, edhe pse janë single, domethënë nuk kanë familje, janë për secilin lumturia është ndryshe. Një tjetër që kam unë është kur marr vendime impulsive. Do të thënë, nuk ndodh shpesh, se unë jam një dem me këmbë në tokë, po kur ndodh janë veprimet impulsive më të tmerrshme ever. Dhe janë gjëra që unë rri mendoj dhe them mos, pse, jo s'do e bëj, mos do e bëj. E bëj, po pak më pak, do të thënë. Unë për shembull kam këtë që kur zihem me njerëzit, them fjalë që ndoshta nuk duhet i them. Do të thënë vetja jote me nerva. Po, vetja ime me nerva më frikson. Se unë jam një person që Na frikson dhe ne. në 5 Hera fundit që më friksoi ishte para 2 orë. në 5 minutën e parë unë mund ta shkatroj çdo gjë. Pa. Kështu që 5 minuta duhet më lëm vetëm njeriu. Nëse unë jam me Po nerva, njerëz që s'njohin si t'ia bëjnë. Ndërkohë për lash shembull, 20. i humbas. I humbet. Po. Nuk Problem. vazhdon vazhdimësia. Jo, nuk i humbas, vini më sqarojnë tonë. Në kuptoj që ti e ke pas nga nervat, po nuk asnjëherë nuk ka ndodhur keq kuptime, po thjesht unë si person e vuj. Se them pse e bëra, kupton? E di çfarë është një frikë, një horror movie që unë e kam developuar me kalimin e kohës. Zhvilluar. Kur për shembull, nëse ti lidhesh me një çun dhe ai çuni është më pak i zgjuar se ti. Po unë nuk do isha lidhur një herë. Po të lidhesh se ndodh ti. A më fal, po Jeta. çam të rojë mua ata i kur s'm të rish mua Është një beti dhe sekond, jo një sekond, ajo nuk tha me një djalë të Kargjos. trash. Ajo tha me një djalë më pak të zgjuar se ti, tani se A nuk do të thotë trash? Jo. Ai mund të jetë i zgjuar në llojin e vet, po thjesht ti je pak më Na zgjuar. shpjegoni. O, shpirt do të thotë që ti je më zgjuar se ai, nuk do thotë që ai. Po nuk do më tërhiqte derisa të shkat për të lidhur. Po ndodh që të ke pëlqim për të, ndoshta se shef në atë lloj stadi, për shembull, nuk e ke kuptuar Se nuk ka ndodhur ndonjëherë që Të ti dal pëlqej po, një idiot? të dal po, po jo të lidhem. Mua Klea nuk të ka ndodhur që është një idiot? shko është relative. Okej, Është relative, por
kam kuptuar që këta çuna që mund t'i marrësh telefon dhe ta pyesësh që pse Ana errët e hënës nuk duket, dhe ai ka një përgjigje brenda 2 sekondash janë më tërheqës. E kalove të kreativiteti, ju të zgjuarësia, se asun se kuptova çfarë theve, thënë drejtën. Zemër. Ishte një pyetje absurde. Qose ti e merr në telefon dhe e pyet pse nuk duket Ana e herët e hënës, dhe ai ta shpjegon kështu gjeografikisht. Okej. Sepse ai e di atë gjën, shumë randomly, është shumë tërheqëse. Edhe mua më tërheq shumë kjo. Shikon tani kuptove pyetjen. Në përgjigjen. Ju gosa keni ndonjë gjë tjetër? Kemi shumë e thënë drejtën, po dhe një nga gjërat që unë e kam sidomos në këtë moshë, është mos të jap gjithë potencialin tim. Ose dhe më thënë... Kur derush? Jo, në sensi mos të shfrytëzoj të gjithë mundësitë për veten time. Aha. Pra, është kjo që the ti duke dashur gjithmonë të qëndrosh brenda comfort zonit, brenda rutinës tënde, ti them jo shumë mundësive të tjera për të bërë një version më i mirë i vetes. Dhe për të eksperimentuar më shumë me Po ti për shembull nëse ty do të vinë një ndryshim i madh, ti e përballon, për shembull, je kështu tip që pra, këtë po them që kam goxha frikë nga ndryshimet. Edhe nga të bërit të marrit të risqe. Një nga frikat e tjera që unë kam, është kur shoh se sa shpejt po fluturon koha. Edhe me që jemi dhe në prag mature, një tjetër horror movie është Fustani im që kam pasur. Që nëse do kisha mundësin ta zgjidhja tani nuk do kisha. Kemi treguar në një tjetër. Të zgjidhja, po, dhe përveç kësaj ju kam thënë që ishte edhe një gocë tjetër që kishte të njëjtën fustan si unë, të kuq. Ishim kuqezi aty, flamuri shqiptar. Por ne jemi siguruar që ju të mos bëni gabimet që kemi bërë ne dikur, kështu që shikoni se ku kemi shkuar këtë herë. Goca, maturat pa afrojnë. Dhe bashkë maturat po afron dhe stresi për të gjetur fustanin perfekt. Po ne jemi gjithmonë këtu për të sugjeruar dhe për të ndihmuar. Prandaj ne sot kemi ardhur te Mata Wedding House për të bërë perfekt zgjedhjen. Për gjithë ju që nuk e dini, fustanet përdohen të gjitha nga zero dhe kanë çmimet më ekonomike në treg. Gjithashtu te Lajo të gjitha merren atje ku përdohen markat më të famshme si Balmain, Valentino, kështu që jemi gati. Gucci. Hajde. Pasa shumë gjyra. Ziza! Wow! Gur! Gosa e mbani mend fustanin tim të maturës që më treguar. Ai ziu? Jo, ka qenë të merr, edhe si dukesh as të vejush e zezë. Edhe shumë. nuk e di domethënë, po kisha edhe një herë maturën, nuk e di. Do vija. Unë mendoj që problemi i Emës ka qenë që nuk ka pasur shoqet e dura ose më sa kecat beba që do të sugjeronin fustanin e dur. Kam një ide. Tani ne kemi 2 vite që e njohim njëra tjetrën. Po sa mirë e njohim në detaje për të zgjedhur një fustan mature tjetrës. Kisha hënë Biklea. Ziza dhe Pupla. Unë do i gjej Emës prap një fustan si ai që ka pasur. Ta traumatizoj në një herë. Ke një super vështirë me mua, do të gjeti diçka. Si do ta bëjmë gabim me short? Me short. Tek Samili Riçi. Biriçi? 6, 5. 7, 5, tek, është 5 as Po ti mos e tek. nxjerr ti edhe kishte. Unë do zgjedh Kesianën. Lea të ngela unë. Jam shumë e lumtur. Unë jam shumë e lumtur sepse e di që do duart tua do jeve sigur. Se ti merr vesh nga fesh. Hajde. Hajku, tani, Krisi dhe ka që fustanet e ngush, ndoshta pak si re që tregoj format, se mbaj mund që kur kemi bërë fustanet e nuseve, kështu, për ngjyrë nuk jam e sigurt, po e zezë ndoshta, diçka me shumë pak gur, nuk e di, të shohim. Po di që duhet jetë i gjatë dhe pak si re. Unë mendoj që Kesiana ka lindur për fustane të shkurtra, mbaj mendet të ditëlindja, kishte veshur një fustan të shkurtër me gura, i shkonte shumë bukur dhe nxite shumë në pak këmbët që ajo ka elegante. Kështu që unë do shkoj për një opsion të shkurtër. Nuk jam e sigurt për ngjyrën, nuk do zgjedh grin dhe gurat si të ditëlindja, se dua ta shoh pak ndryshe, por do eksploroj me çfarë na ofron Mada. Duke qenë se Klea është si një zam dhe gjithmonë ka dashur ngjyrën pink dhe për maturën e saj ka veshur ngjyrë pink, mendoj t'i rri origjinalitetit të saj, por ndoshta rrugës mund të ndryshoj mendim, mund t'i vesh ndonjë gjë tjetër, po gjeta diçka më të bukur, pse jo?
Tani unë mendoj që nuk do e kem shumë vështirë me Emën, se Ema ka vetëm një gjë që e ka në mendje dhe do të duket gjithmonë ashtu, do të duket si lek. Dhe kam parë, ndërkohë që po vija këtu vërdall, pash një 2-3 opsione që dukeshin fiks si lek. Tani, unë si një shoqe shumë detajiste, kam parë që Kristell ka hedhur në Instagram që në veri pëlqen ngjyra baby blue dhe yellow butter. Tani, me ngjyrën kam qelluar. Kjo është shumë i bukur, si hirush, janë të dy me këtë përjen kështu, po nuk besoj që Kristell do t'i shkonte dhe mendoj që më duhet të gjej një siren. Po të ngjyrat do qëndroj tek këto të dyja. Jam e sigurt që do gjej diçka. Hajde ne. Tani, ju e dini që unë vdes për yellow butter, vdes. Ua, sa të bukur. Shikoni pa këto punimet. Mada I bën të gjitha punimet me dorë, të gjitha zonjat e atelijes I bën një nga një këto gurët. Edhe ky, shumë I bukur. Ua, edhe ky, ua, po nuk vendos dot këtu. Nuk e di pse mendoj që asaj duhet diçka jo me ngjyrë, diçka e zezë, ndoshta. Tani unë po I shikoja këto të gjitha një nga një, edhe zeza është sigur që nuk del kur nga moda, por duke qenë se Ema e ka pasur për mbrëmjen e maturës fustanin të zi, unë do të jap një eksperiencë tjetër. O zot sa I bukur ky, dhe ta mendosh që këto janë të gjitha të punuara me dorë. Shikoni pak. Ha? Por dua të jap diçka tjetër më me ngjyrë Emës. Hajde me mua. Siç e thash edhe më parë, unë do t'i qëndroj besnike ngjyrës së roz, sepse kush më mirë se Klea do ta zotronte këtë ngjyrë. Po filloj një herë me këtë fustanin. Shumë I bukur, ha? Wow, ashtë sidomos to perla, ashtë sa të bukur I ka, me detaje, me gura, më pëlqen. Po kam përshtypjen se Klea do të rinte pak I madh, kështu do shoh në një version tjetër. Ua, shumë e vështirë, unë nuk zgjedh dot kurrë jo të shkurtër. Okej. Ua, trendi I maturave këtë vit është shala jashtë. Po Kristell I më thën drejtën se ka ndonjë farë shale me nxjerr edhe diçka tjetër. Wow, I bukur ky me temina. Shumë nice. Por dua diçka më seksi për Kristianën, e dua seksi. Oh, si hirush edhe ky, si princesh. Ky ishte një nga fustanet e parë që unë pash. Sa po hyra dhe thash, Ema. Diçka tjetër, po ky... Ua, nuk kam fjalë. Nuk kam fjalë si sa I bukur. Keni fjalë ju se unë s'pas kam fjalë. No comment. Gura perfekt, me flutura. Kujdes se mos ju ke ndonjë flutur për matur. Ua, sa e bukur. Ua, ma bëri me sy. Nuk e prisja ta gjeja kaq shpejt, në kaq shumë zgjedhje, po... Ua, jam e sigurt që do e pëlqej. Kristell! Sa I bukur! Pas ka dhe këtë mbrapa si korse. Jo! Okej, Daxhi kameramani, duhet të vendos. Do m'japësh dhe ti ndihmën tënde? Jam midis këtij dhe dhe këtij. Unë mendoj që të dy do t'i shkonin shumë Kejsianës. E kuqja tërbon edhe demin. Ua, sa të bukra lulet. Kam përshtypjen që edhe ky do I rrinte yll Emës, edhe këtë do ta marrim. Tani Ema, tek një nga festat e punës, ka veshur diçka që është tyll. Edhe e di që do t'i rrish shumë bukur. Edhe vishnja është lek, Georgina Rodriguez. E marrim, edhe këto e kanë. Jo. Ky është ideal për Klean. Nuk kam fjalë. Nuk e di. Ky është fiks për masa e Kleas. Pjesa e bustit para, pjesa belit, ka edhe shalët jashtë, se thash kofshët. Shumë e bukur, edhe me korse mbrapa, që ti vi beli hall, se e ka thënë të kënga. Shumë I bukur, me pëlqen shumë.
fiks për Klean, si një dolce, si një karamele, nuk e di, nuk kam fjalë. Mendoj që është në rregull kash. Jo, mos e shiko! Jo! Jo! Hajde moj. Ha moj di. Gati? Më gati na surprizo pak. O zotë, di që do kemi përcjellë. Ku po bëhet nuse? Oh, wow. Nuk kam fjalë. Ua, sa e mirë. Mashallah, na ka Dalë nusja, marshallah, marshallah. Sa e Ai më Krista, ua sa bukur të ri, se mos ati sa të beli. Fik si një siren deti. Wow. Ej, nuk e faj, bluja që ka ngjyra jote. Po. Shumë bukur. Baby blue. Do ta kishe veshur vërtet matuar? Unë jam shumë e surprizuar nga zgjedhja e Kristianës dhe nuk e di as vetë nuk do kisha zgjedhur diçka kaq të bukur sa kjo. Unë nuk kam fjalë. Shumë e bukur. Shumë. A do Si ta si kishe rive veshur këtu te vërtet pjesa matuar e apo jo? kërses. Normal, do ta visha e vendasëm. E, po sidomos Na se thonin ndonjë dasëm si vjetë të vishemi të gëzojmë dhe nese. shifja Belin më sa bukur ja tregon, sidomos pjesa e vitheve i ri shumë E bukur. Kristiana, mendoj që ke qelluar me këtë ngjyrë. Ke bërë goditje. Faleminderit. Mendoj edhe një herë fashion design. Faleminderit. A? Shumë e Ten, bukur. ten? Ten. Belin e hol, ten. Ten. Bravo, Krista. Ik tani, nisu për matur, po të presim kohë. Zbrit. Bravo. Yll. Çi probleme Kristiana si bënte ai ziu që doja unë, po gjeta një opsion tjetër. Ta shoh. E shofim. Ua, qa flutore! Jo, sa të shkoka, Edhe moj. e pash këtë dhe thash do gjej të zi, po shef e pari është gjithmonë. Shisa vezulloka, shifi pak. Pasi shkëlqen. Të beton, të shko... Jesja do të zëllonja që shndrisi natë. Po, Mendo aty drita të fikur të dhe këpësirë. o zot sa e bukur. Po ato të këma kërë, Sa pikur duken këmbë. Për zotin. Fiksi një karamele, moj, nuk e di, duke shumë joshiste. jo shështë? Po. Sa zemra nuk të jave këtë stane, jo? 10 nga 10 zemra. 100. Djerë nga djerë? Rëmbej zemra, nuk do thyej. Okej, mirë. Okej. Besoj nuk keni për të marrë shar zgjedhjen kësaj radhe. Shofim. Rose, moj, ka qenë thjesht. A jeni gati? Po, Klea, Dil. Klea me cica. Wow, sa e bukur! O, Klea! Wow, jesi një flutur. Oh my god! O, Klea, unë e dija që kjo ishte për ty. Që kur e pash. O më falë të për... Kuj ke? Ti pas ke qenë një cica fshehur. Nuk i kemu të I ka vogla. manifestuar cicat. Është efekti fustani. Wow, E shikoni goca, për matur mund të bëni edhe me yll. gjoks. Ai dia që ishte roz. A është i qarë, Flea? Wow, yll. Shifani pak. Kam fjalë, që sa bukur ja trego Belin. Fjallë nga vogël Rose. Tim veç me bopos. Oba! Yll, bravo, ten. Shohim nëse do ja kaloj Georgina Rodriguez. Wow. Më duket se kjo është më i bukuri nga të gjithë. Ona e futi kene. Ua, Goca ju Flea. pëlqen? Nuk e di, ai detaj. E Wow. prisa që do ishte me krah, po jo me këtë krah, me këtë perdja. Si Dhe për të shuar. dukur më glamur, si shte mund, vendosin dhe syze për të dukur më cool. si Ai ma Georgina. nuk ke veshur kur fustan. Më të bukur dhe që të rri më mirë. Dhe që të shkon, është ngjyra. Shko, shala jashtë, ato dantela që është tani në mod, Shumë. ato të krahët. Shumë rich. Dal një të shove. Wow! Duket fix sikur sa kalon kalamajt në kopësh dhe po merr jatin për tikur në red carpet. Vetëm kjo Jahti për tikur në red carpet mes detit? Po në Hollywood, Ashtë Hollywood. Jetin më i ty. Shqipe një sa e bukur jam. Mirë, hajde tani, hajde. Ball. Nëse më mendoj që fustani më bukur ishte jemës. Nëse, ne nuk e dim, Fustani që kishte zgjedhur Rimo për mua kishte vetëm një. ne nuk e ndajmë dot kush ishte më i bukuri, kështu që ju do ta vendosni këtu poshtë në votimin që ne ta vendosim, okay? Zgjidhni më të bukurin. Gjithë më të bukurin. Por prit se kemi një surprizë për ju. Hajde.
Siç e pam, tu ka pafund opsione zgjedhjesh. Por, gjëja më e bukur e madhes që ne e tham dhe në fillim, është që ti mund të vish këtu dhe mund të krijosh nga zero fustanin tënd që asnjë gocë në Tiranë mos e ketë. Pa. Dhe Shqipëri, në gjithë botën. Ka gur, xixa, ngjyra, materiale të ndryshme. Pa fund Si ta copa. ndoni? Dhe me çmime konkurruese në treg. Dhe shumë shpejt. Qa nuk po dëgjojmë? Tani për të kaluar të rubrika radhës, ju na pat ne duke ngrënë këtu ushqimet e Opës, për çfarë nuk pat ju, është çfarë sfide kemi përgatitur ne për ju te Opa këtë herë. Te Opa? Tani, si çdo sfidë tjetër, ne kemi me buxhet të limituar. Na ka dalë nami. E vërtet, kështu që Kristall kemi vetëm 5.000 lekë për të porositur. E vaj pas ka të vogla. Nëse përveç kësaj, kemi vetëm 1 minutë kohë për të porositur me 5.000 lekë. Është vështirë. Jo. Unë thon drejtën e kam gjetur çfarë të porosisë dhe jam shumë e sigurt të fitoj. Pse ta e buk ty? Po hajde pra nisi. Kjo s'ka ngrënë që di ndarë për këtë ditë. Porosisim këtu? Nuk e di për ju, po unë kam shumë të vështirë të vendos tek Opa. Ka shumë gjëra. Je gati për të vënë timerin? Je gati të porosisësh? 3, 2, 1. Unë sa kam fare të vështirë, se do bëj porosin që bëj gjithmonë, kjo është e preferuara ime, edhe nuk e ndroj me asgjë. Do shtoj këtë falafelen, po do shtoj dhe këtë qiksat, të salsën, kam edhe 300 lekë, që të marrë me 300 lekë? Bakshish? Jo, do marrë të keqapin. E të cart order, marrova po nuk kryva 5.000 lekë, 4.900 lekë porosie. Unë bëj palesat dhe pilates, por një herë në javë kam të nevojshme të bite Opa të ushqehem. Hajde. Erdhe ti, moj. Ua, nuk e di çfarë të marr, po më hajnë të gjitha. Do marr këtë preferuar time chicken gyros. Ua, do marr të djathis, me që Klea mori djath kaçkavall, është tjetër vloj djathi. Okej. Ua, do marr këtë mojo. Fix. 5.000 lek. 5.000 lek. Okej. Në kohë. Gati? Dhe kam gjetur, unë kam bërë skemën time sot, edhe këto, si shkoj me një o zot, nuk kam mund të jam kaq e zgjuar, do mërë nga kinca që unë jam si Okej, Sana, kjo është me hile, nuk mund të është me hile. Do marrë një junior chicken tortilla combo, kam edhe për të firë, kam edhe për të ngrënë. Edhe mua më del se stomaku im aq është, me thënë drejtën, dua kam edhe 500 lekë. Salcë të marrë me garlic. Okej. Gjas, se kam dashur si ndikoj kujt merren e hudrët, kështu që, okej, jemi? Pay now. Filloj dhe koha jote. Okej, unë e kam shumë të qartë që nuk më duhet fare koha, se do porosis për 10 sekonda. Rregullat janë bërë për të thyrë, sidomos tek Opa, kështu që unë do marr çfarë më do shefi, nuk më intereson as për lek, as për si gjë. Dua të ngop zorrun. Skepasti. Chicken skepasti. Asnjëra nga ato s'ka marr patate, kështu që unë do marr patate. Me tartuf apo pa tartuf? Do t'i marr të dyja. Qofte kungulli. Chicken wings. Baklava. Si vem, more do ha një këtë të mija. Një, kësë janë një. Ua, mund ta marr? Mu je pa ftyrë, ke bu me hile prap. Më ndihmoni pak. Hajde se... Si shkoj shumë ke porosi? Hajde se m'njohin këta mua, po hajde. Kristo, po qa ke punë shumë, moj? Po 5.000 lekë në gjitha ato? O, Kristo, ke bu me hile? Jo, shtia pa, s'kemi ku e lem, shtu se 5.000 lekë janë gjitha këta. Si edhe pinga imja. O, Kristo! La ja për shikat të patate. Mirë, pra do t'i ndaj me ju. Baklavaja. Kemi marrë dhe një baklava. O, Kristo! A ju interesi?
Thank you. Punona e herë trurit, puna. Ju s'kishit marrën për sirë. Punona e herë trurit. Unë të marrë s'ki pas ti. Okej. Unë marrë një chicken wings, ishin 2, një për mu, një për 2, unë kemë edhe për mu. Marrë të patatet. Të patatet me tartuf. Në me apësh mua një? Janë super gjepja. Ti ndavi ti të ushqim me ne mos t'ja. Pa mirë tani kush fitoi? Porosia 468 gati. A fitoi porosia 468? Ka fituar stomaku jonë që po hanë. Ne u lodhëm duke ju thënë që na bëni subscribe. Bëni subscribe këtu poshtë tani. Butoni kuq. ¡Ándale!